Superligës, duke i vënë një barierë që të mund të luajë 11 lojtarë që kanë ardhur nga vendet e tjera për të shfrytzuar mundësinë që luajnë 11 lojtarë. Atëherë ne si pretendojmë që kombëtarja të rritet, duhet kemi parasysh që shumica e lojtarëve të kombëtares nuk janë produkti tipik shqiptar apo i futbollit shqiptar. Janë produkt i familjeve të tyre që në vendet perëndimore kanë sakrifikuar pritjet e tyre që i kanë rrit me profesionalizëm edhe kanë përfaqësuar me dinjitet edhe Shqipërinë edhe Kosovën. Po këto janë, po thona, në rënje. Atëherë do shikojmë ne, çfarë bëjmë ne, politikat e federatës, të shtetit shqiptar, ku thomë të shtetit, nën kuptoj ministrinë që merret drejt për drejt me federatat sportive, për elementin e ri, sa hapësira do të ketë. Pra duke u rikthyer asaj që ne kena patur detyrim që në kampionatet e Superligës angazhohen 2 lojtarë në moshën 18 vjeç. A e kena këtë detyrim? Ne nuk kena detyrim që të aktivizohen shqiptar, po edhe të huaj. Sigurisht që këto pasoja unë mendoj që do të vinë. Absolutisht do të vinë, edhe unë them që anë një këmban alarmi për Federatën Shqiptare të Futbollit. Për Federatën Shqiptare të Futbollit, sepse trajneri s'ka çfarë bënte. Por ama, në rast se i vendoset trajneri dhe trajneri uzohet se cili lojtar do të marrë në kombëtare, absolutisht nga dështimin dështim do shkojmë. Ai do të ketë kompetencën e plotë për përzgjedhjen me stafin e vet drejtues, pra me stafin e vet teknik, do të përzgjedhë lojtarët më të mirë, më në formë, pavarësisht se ku luajnë. Tash gjithmonë dëshira ime është kampionati shqiptar. Sa element kena, domethënë që ne mund të jenë në kombëtare? Sepse në fundit